Edhe pse thirrjet kundër tij janë të pranishme në protestën që mbahet përpara kryeministrisë, të nisura nga kundërshtimi për projektin e Zvërnecit, Sali Berisha rithekson mbështetjen për kërkesat e të rinjve, me pikë kryesore dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama. Për një zgjidhje të vetme politike, ai duhet të japë njëherë dorëheqjen, të plotësojë kërkesat e përfaqësuesve të lëvizjes së fuqishme rinore e qytetare dhe të krijohet një qeveri kujdestare për përgatitjen e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në Shqipëri. Por pavarësisht mbështetjes së protestës, Berisha bën të qartë se Partia Demokratike nuk është kundër investimeve të huaja në Shqipëri, ndërsa për rastin konkret, shkakun kryesor e gjen tek mungesa e transparencës nga ana e qeverisë. Partia Demokratike nuk është dhe nuk do të jetë kurrë kundër investimeve të huaja në Shqipëri. Ajo i ka mirëpritur dhe do t'i mirëpres ato me kushtin e vetëm dhe të panegociueshëm që të bëhen në përputhje të plotë me ligjet e vendit dhe ato ndërkombëtare. Në këtë pikë, Partia Demokratike është e bindur se shkaku themelor i protestës qëndron tek mungesa totale e transparencës nga Edi Rama në rastin e Zvërnecit, si në çdo rast tjetër në të cilat ai sillet si sultan i një sultanati jashtëkohe. Mbështetjen për qëndrimet e të rinjve e shprehu edhe përmes një video mesazhi. Është brezi digital, është brezi i informacionit të gjerë, brezi i urtësisë artificiale. Ndërkohë, grupi parlamentar i Partisë Demokratike depozitoi në kuvend një paketë ligjore, e cila sipas tyre adreson kërkesat e qytetarëve që prej ditësh po protestojnë në Tiranë kundër investimit në Zvërnec. Kërkesat lidhen me shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike, ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura, zhbërjen e ligjit për paketën e maleve dhe disa dispozitave në ligjin për trashëgimin kulturore.